Të nderuar miq, është koha për rubrikën ton WhatsApp e paralemrova dhe në fillim të emisionit do të flasim më shumë për shfaqjen Bark Tupani e të ftuar në studio, kam asistentin e regjisë së kësaj shfaqje, si dhe njërin prej aktorëve. Agush Mulliqi, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit. Dhe Nëntor Fetiu, mirë se erdhët. Faleminderit. Tregova pak a shumë për shfaqjen e Bark Tupani, një shfaqje kjo e cila ka pasur premierën në tetor, mirë po vazhdon që t'i mbaj shikuesit edhe me reprizat e saj çdo të enjte. Tregojmë pak më shumë për shfaqjen, për tematikën e saj. Shfaqja është me tekst autorit nga Irlanda, Richard Dermer, edhe si temë ka mafia të funksionimin e tyne, apo si më botën e tyne të vrasht. Ngjarja zhvillohet në vitin 1969, në kohën atëre kur njeri shkel për herë të parë në tonë. Edhe paralelja e mirë mbrana shfaqjes është kjo, në njëjtën kohë shohim se si disa shkencëtarë kanë mbri të shkojnë në honë dhe pjesa tjetër mafiat se funksionojnë në tokë. Bota aty e vrasht që këtë ngjarja lidhet me mafian irlandeze dhe italiane, ku pas një keq kuptimi që kanë ata mes veti ndodhin shumë vrasje. Si që tregove, kjo shfaqje është shkruar nga një dramaturg irlandez në regji të Lirak Qelajt me asistimin e juaj. Dua të di pak më shumë për rolin të në këtë shfaqje, për pas rolit tamam në shfaqje, them për rolin e asistimit, punën me zotin Qelaj dhe shumë çka tjetër, ka shkuar gjithçka mbar? Për mu kënë knatësi mas pare që Iliraku ma ka besu këtë punë. Ilirakun e një prej si fmi, këm punu me ta ka ra, ma shumë më që këm su për ti. Për pës për Iliraku që këm su dhe për këtë ekipës tjetër, ta zonë këtu e kemë Nëntori dikur për mu e si fmi aktor shumë i dashër. Për pës knatësi që këm pasën punë, këm su edhe shumë. Nëntorin e kemi këtu për herë të parë në televizionin, se një është intervista e ti e parë për televizionin ton, jo për shkak ndonjë probleme se diçka, mirë po, thjesht asnjëherë nuk o lidh puna. Njerë më patën thirë, s'kom qenë këtu, mandej qështu. E që nuk të kemi haru, tash për trasim njerë, priti telefonat atjera. Nëntor, na trego pak për punën të ndën këtë shfaqje. Po, bashkëpunimi, nuk ka qenë bashkëpunimi i parë me Teatrin Oda, ka qenë kom punu dhe ma herët. Me Lirakun jemi kolegë, jemi dytë aktorë, po era parë ka qenë regjisor në këtë rast Liraku. Kom kalu shumë mirë. Në fakt, kur je kolegë që jeni dytë aktorë, kur të është taj si regjisor, ekipa pak ma vështirë në fillim me pranu, se mi mësu ndryshe me punu, po kemi kalu shumë mirë me Lirakun. Mandej, edhe Agushi ka qenë asistent shumë i mirë, edhe pse ka një në ka bërtit, po, normal. Se na i thamë, se me nuk mund është gjithmonë ka të lashe gjatë punës gjithmonë. Edhe ekipa ka qenë interesant, jemi nënë mashkuj. E ka, se krejtë kur pëtëshën, s'ka në i femën, jo, krejtë jemi nënë mashkuj, edhe kemi qenë për herë parë, kemi punu bashkë, po kemi kalu mirë, po ka pas ato sfidat e veta. është një tekst shumë interesant, tekst për aktor që t'jap mundësi me lujt. Çdo tajt e luhet, publikun po presim që gjithmonë duhet mu shtu, normalisht. Më pas do të flasim edhe për rolin tënd. Dua që Agushit na tregoj edhe emrat e tjerë për pas nëntorit që luajnë këtë shfaqje, këta meshkuj tjerë, pse ka shumë meshkuj. Edhe kush e ka po përzjedhja, krejtin mafiosha. Ka femna mafiozë në përfilma ndërkombëtare. Pse femna s'ka shfaqja, këta e ka përcaktue autori. Në nashta kjo është një kompliment për femna, se shfaqja ka personazhe shumë të vrajta, që femnat nuk bojnë pjesën këtë botën e vrajtësisë. Botë e buta. Se për na bëhet kjo pyetje shumë pse s'ka femna. Aktorë tjerë janë, inshallah se harroj dikën, janë nëmë, pa dashje, Nëntor Fetiu, Besar Slamniku, Besar Xheneli, Labinet Raçi, Armend Baloku, Vedat Haxhi Islami. Sa u bënë, në bënë teta Se harroj dikën, Liraku që ka rolin. Armendi Baloku, po e përmena. Besarti. Shpresoj se kom harru dikën. Edhe Liraku e lunë, një rëllë. Edhe ju bashkë me Lirakun keni përpos kësaj pjesës e regjisë, keni edhe rolje në këtë shfaqje. Ka qenë kjo e vështirë
për juve? Këtë ekipa përbohet për aktorëve, se edhe Lilja Rakun rrallë parë është aktor, ma ne ushtërën edhe profesionin e regjisorit. Po, i vetë mjën e më konë që nuk e kam profesionin e aktorit, se unë ta shpes dhe plëmoj në dramaturgji. Po, roli jam është i vogël, nuk është nuk u konë nëjfar sfide madhe për mua, për shkak se u konë roli i vogël. Po të ishte roli maj madhë, sigurisht do ndifa maj kompleksum të luja para aktorëve. Po, falë, mos të harrojmë kushtrim qërimi, qërimi. edhe Ernesti. Ernest Malazogën. Jo, Ernest Zëmberi. Se shumë emrat njët janë dy besarta. Të dy të aktorët Po, mirë. janë aktorët njoftë në krejtë që për përmendim, për që ata dhe nga përzia. Nuk është tjera para ati që për ndodhë me ngatruhe Ernestin. Ngatrova dhënë. Nëntar luan rolin e një polici, që është në shërbim të mafis irlandeze. I korruptum. I korruptum. Edhe këtu nuk në la korrupcioni rahat në këtë shfaqe, bile ma jere kërë në pëtë që korrupcioni është bëhet ashtë pjesë e gjdo bisede, gjdo. Edhe e pam që njerëzit janë gjithkun njësaj. Njerëzimi është edhe, do më thonë, gjarja është në 69-ën, po për shtatët shumë mirë, pak Liraki kër e ka zgjedh, nuk e ka zgjedh rasisht këta për shtatët bukur shumë me mentalitet irlandez me shqiptarë. Të njëjtën ka personazhet që bojnë shumë të këqija, po ka personazhet që bojnë shumë gjana të mira. Ata shkojnë në anë, edhe na kemi njerëz që bojnë shumë gjana të mira, po njerëz jemi në krejt botën, si në 69-ën, si këtu, si në New York, si gjithkund. Roli ka qenë interesant i policit. E vështirë për t'u adaptu për ty, apo nuk besoj? Për fillim, kom pas një pauzë, për fillim ka qenë ma vështirë, po mandej mendimin e regjisorit, të ekipës dhe kur funksionon mirë, mandej e kapti kur. Mirë, besoj që mirë, ata e thëtë edhe publiku, po mirë. Normalisht. Të ajntën do tjetë edhe repriza, reprizë kjo që do të shfaqe çdo të ajnte, prisni publik në shfaqe, dhe më tash sa jeni të kënaqur me interesimin e njerëzve. Mune më thonë që e jemi të knaqëm, po ka shfaqës besoj që i do të kohë hala, se është në repertorin e teatrit toda, është gjithë të ejte, edhe po shohim që numri shikuesve po vjen të urrit. Dhe kjo për në gëzën, ma di edhe interesim ka, se ta është i shfaqëja veç është flit për të. Përvojët, në të kalumë në shfaqët i këm pa që në fillim e ka numrin e vogël shikuesve, mandej ajo vazhdon të shfaqet dhe edhe shikues shkojnë të urrit. Besoj që edhe kjo ka me ndodhur neve. Shpresoj. Edhe ti tregoj publikut që është nxehtë, sekret po mpyesin është nxehtë. Nxehtë është ball. Pa problem. Po, pa problem. Bileta nuk është trajt, sa mi pi një kafe, një macchiato ose një pije dikun. Vetëm se për në ndodhë për në vinë shikues të në moshë 3, se shfaqja nuk rekomandohet për shikuesin në moshën që 16 vjeçare. Këta duhet ta kemë parasysh. Jo për shkak të shprehjeve eksplicite që ishin mësu me një në përshfaqjet tona, po nashta për shkak të skena të vrashta se ka vrasje, ka kjo është. Edhe ka pasur me qenë se tashmë ka një kohë prej tetorit që është dhënë edhe premiera e shfaqjes për juve, ndoshta edhe keni adaptu shfaqjen, jeni mësu edhe nuk keni më probleme në repriza, dhe pse gjithmonë munden me ndodha ato momentet kur harohet diçka dhe krejt kjo. Po sa kohë ju është dashtë deri në përfundim tamam të shfaqjes, keni bu prova, kanë qenë ato intenzive, sa keni punu? Me përkthimi që ka qenë, po dashtë edhe njerë me shiquna pak me adaptu, se është si dramë, nuk është e thjeshtë, edhe dashtë pak me adaptu edhe gjuhën në disa raste, shprehjet tona ma kapshme, edhe për publikun tonë për me qenë ma kapshme, edhe provat nuk është që kanë zgjatë edhe pak, një mujë gjysë. 40 ditë. 40 ditë. 40 ditë kanë qenë prova. Prova efikase. Nuk është që është shfaqje që ka punë për aktorë. Nuk ka qenë edhe bash letë me përmbledhë. Po në qëfë se flasim pak edhe për skenografin e teatrit edhe krejt këto, është diçka e ndërlikume që juve ju është dashtë për më shumë? Për aktor, po, se aktor të shfaqës e krejt në aktor të i bajmë ve, për këta jo shumë, po na është pak e lëdhshme, është ndërlikume për aktor, se krejt i bajmë vet, i qesin vet. Ka qenë përvoj e re, musë më ka ra shumë, më ka ra shfaqet në teren, që i kemi bo për para, kështu që i kemi lujt mas luftën, është të shkolla dhe kështu që me kolegë, po në teatr bashkë kështu përvoje e re për mu. Kështu që nuk është pa ndërlikume për aktor. Deri kur do tjetë në repertuarin e teatrit kjo shfaqje?
Shpresojmë që t'jetë gjatë, po shfaqjet vazhdojnë të qëndrojnë në repertuar në varet sa ka shikues. Sa të na mojnë shikues, na do të jemi çdo të në teatrin Nota. Edhe misionet të tilla besoj që kanë mjështu kureshën gjithë shikuesve me ardhmë me pak të enjte, ata që humbisin këtë dhe javëve tjera, kështu që ekipi mirëpret besoj që kanë punu shumë. Për fund do dëshiroja që të flasim pak edhe për angazhimet e juaja ndoshta personale, për pas shfaqjes, jeni duke punuar diçka tjetër Agush, mund të presim një shfaqje tjetër ndoshta? Unë momentalisht jam në prag të diplomimit, i kam ato provimet e fundit. Kjo këtë ditë e kam primare, edhe tash me disa shok, një kolegë profesionit, e kemi inicu themelimin e qendrës për zhvillimin e shkrimit kreativ. Kështu e kemi qujt, unë këto jam i fokusuar. Ka dhe disa projekte aty këtë, po këto e në ato që jam shumë i fokusuar. Me aktrimin, jo, për pas të rolit vogël. Nuk i di. Në shumë thret dikov. Kërkoj shumë pare. Jo, s'kam ambicje në aktrim. Në regull. Në tore, se i ka punë? Po, s'po di që më thonë, nuk është që ka shumë oferta, që ka shumë punë. Këtu të na është interesant, ja gjurë krejt punë për njerë, ja të lënë krejt për njerë. Shumë interesant. Unë përpësoj shfaqen në nëntore, këmë gjiru edhe një film shkurt me regjisorin Norika Sefa. Kemi qenë një ekipe mirë aty me aktorët Luan Jave, Veton Osmani, Bisli Muqaj, Mësperë dhe dikon. Edhe kemi kalu shumë mirë, po tash të këshyrim që ka po ndodhë. Nuk është që kemi na planet mëdhaja, kemi me punu këta, kemi punu këta. Qështu është të na? Keni qenë prezent për vitet tëra në seriale televizive në vend, a ke kërku ndoshta pauzë, ose atë është mërzit kjo prezenca jote aktive për vite me radhë në seriale televizive? Apo nuk e kështë pas problem me vazhdu edhe për vitet tjera? Pyetje mirë, po, aktori, unë për veti, po flasë me këtë përvojt që e kam, është një kohë, kur ka qenë seriali 10 vjetë, vjen një kohë kur pak mërzitesh, preja, se edhe ki nevoj mu, personalisht, mu ka dash kjo pauzë. Edhe pse projekti gjithmonë dhimet, se e kryon rolin, e kryon qka do të qofta me ekipen, me dhimet gjithmonë, po gjithë qka ka një fund, mu ka dash ajo pauzë, po qka më dhimet ma shumë që nuk bojnë gjana të reja të na. Tu fillu prej bota jonë kulturore, krejt televizionet tona, krejt përshfrizoj rasin me thonë, edhe këtu në televizion t'ju edhe gjitha televizionet e këmë thonë, duhet prodhime vendore ma shumë, edhe me investu ma shumë. Tu fillu prej fëqinve që i kemi edhe në Shqipni, edhe në Macedoni, edhe gjithë kun prodhojnë ma shumë. Edhe esim për para, nëse bot në serial tash, mas 5 vjetë, duhet me kalu me një stat tjetër, me bot diçka pak ma ndryshe. Edhe më shmja, për mu është pse edhe mas 12 vjetë, mas 15 vjetë, mas sa vjetë, po shkojmë aty të mbet. Ajo më dha ma shumë. Ka mendu në një nëntorit, njës një iniciativ, ta marrë vetë këtë bashkë me kolegët? Komendu, shumë komendu, po nuk jam shumë tip që e ndërmarrë unë e vetë atë punë. Komendu, nuk është e letë, nuk është jetë e letë njerëzit gjithë kush punën diçka jashtë profesionit, edhe unë punë jashtë profesionit, për me mbjetu, për me kush kur kryon familje, kështu nuk është shumë letë. Dikur e ki atë luks, po letë nuk është me fillu, besoj që ka njerëz që kanë mundësin ma shumë, se na prej rrugës me fillu, edhe nuk ka investim shumë. Tu fillu prej biznesër, prej sponsorimeve, prej e shatë që nuk janë shumë të interesuar në qëka është gjëna. Nështë tu fillu prej emisione ma thjeshta, për fëmi është fjalla, për unë shumë pak shë, diçka shumë interesant që bëhet. Qysh bëhet, të ke fundit duhet me kopju, nuk është kur zorë kesh me kopju, kur kopjan mirë. Unë marrë idejat mira. Për ndryshe, pasi që të regove kjo periuda 10 vjeqare punës tënde, edhe po ma mërmendja që ti ke pushu pak prej asaj kohë, mirë po njerëzit halon ndoshta nuk e kanë haru personazhin tënë. Se kanë haru bile, mu mlem për shtype kur isha dhe videokasetat me Adem Ikullosën, me Bacën Adem që i kemi bo me njerë mas lufte, ajo puni ka 15 vjetë, kur i shoh fëmijët, më njofin ma të rallun e pa arrej, thamë, më ka pa. Ajo të regon prindë, për thotë në YouTube. Ta është interneti e ka ndryshu botën, jetën.
Aty po i shohin. Po prej serialit, ka ende reagime? Ka ende. Ka. Regull. Për fund besoj që edhe shikuesve të t'ju interesant të dini me qenë se s'të kemi pas, për ato është shfrytëzova edhe mundësin të flasim më shumë me nëntorin. Për jetën private të nëntorit, nuk është ai korabi që e njohim, i rio, i lasdrume. Ja, ajo ko e ka shku. Unë e kom një vajzë 4 vjeçare, Heronën, me ta merë në tash ma shumë. Normalisht edhe jeta bashkërtore, këto kanë jetë tjetër. Po juroj suksese edhe në fushën profesionale dhe në atë private. Faleminderit shumë që ishit këto që të Faleminderit për juve. Faleminderit shumë.